Subjektet që do të kryejnë ndotjet mjedisit gjatë sezonit turistik në Shëngjin dhe Tale do të përballen me masa ndëshkimore. Paralajmërimi ka ardhur nga kryetari i Bashkisë së Lezhës Pjer Indreu gjatë një takimi me operatorët turistik në Shëngjin në kuadër të përgatitjeve për sezonin veror. Sipas Ndreu do të ketë shtim të kapaciteteve të menaxhimit të plazheve, ku menaxhimi i mbetjeve do të jetë prioritet kryesor i bashkisë dhe gjithë strukturave përgjegjëse. Ne do shtojmë kapacitetet e menaxhimit me mbi 50 punëtorë që do jenë tek Lezhë Invest, që do menaxhojë gjithë historinë e plazheve një për një. Pasërtia është e patolerueshme. Aty ku do konstatojmë që pasërtia cënohet ai biznes që nuk zemen dhe nxjerr medoninat kur dojë dhe si dojë te koshat e medoninave, para orajt përcaktuar do i nështrohet gjoba. Numri i vizitorëve në Bregdetin e Lezhës po vjen gjithnjë në rritje, ndërsa hapja zyrtare e sezonit turistik do të bëhet të premte në 24 majit. Bashkia Lezhë në koordinim me institucionet e tjera do të angazhojë struktura shtesë për pastrimin dhe monitorimin e territorit, ndërsa kontrollet do të intensifikohen përgjatë gjithë sezonit.